Filloni me parakalimin general. Si urdhon. Organizuara në nivel shtetëror. Akademia Ushtarake Centra për Studime Universitare. Akademia Ushtarake edukon dhe përgatit oficer me mendje, trup dhe karakter të shëndetshëm. Komanda e doktrinës dhe stërvitjes organizon dhe drejton përgatitjen, trajnimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm të personelit të FSK-s. Komanda e logjistikës. Parakalojnë pjesëtarët e komandës e logjistikës që në misionin e saj ofron qëndrueshmëri logjistike dhe mbështetje mjekësore për qëllimin e përmbushjes së misionit të FSK-s. Garda Kombëtare e Forcës Sigurisë Kosovës me njësitë e saj të specializuara kërkim shpëtim, deminim, materje të rrezikshme, gjenjo dhe qendrën ndërkombëtare të trajnimit për kërkim shpëtim, drejton operacionet të mbështetjes ushtarake autoriteteve civile dhe mbështetje në operacionet të mbrojtjes së vendit. Policia ushtarake në misionin e saj ofron shërbime policore dhe mbështetje ushtarake për komandat dhe njësitë e Forcës së Sigurisë Kosovës. Parakalojnë 3 kuadrate të komandës së forcave korpsore të regjimentit të parë, të trajnuar dhe të përgatitur me standardet dhe doktrinat e NATO-s, të validuar dhe të gatshëm për misionin e shenjtë mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Vazhdim parakalojnë 3 kuadrate të regjimentit të 2 të forcave toksore të validuar me standardet më të larta dhe doktrinat e NATO-s, të gatshëm për të mbushur misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës sonë. Në radhë janë dhe parakalojnë 3 kuadrate të regjimentit të 3 të forcave toksore, të validuar dhe të gatshëm për misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e Kosovës.
Tani para jush janë operacionet speciale. Njësi e përgatitur dhe trajnuar për të kryer misione komplekse jo konvencionale me precizitet të lartë për të përmbushur objektiva operacionale dhe strategjike në interes të Republikës Kosovës. Garda e Nderit e Policisë Kosovës. Njësi e specializuar e përbërë nga pjesëtar të njësime speciale në kuadër të Policisë Kosovës, e trajnuar dhe përgatitur për pritje ceremoniale dhe ato mortore në kuadër të Policisë Kosovës. Policia e rendit publik e përbën nga policia patrulluese dhe policia e trafikut, misioni i tyre është të ofrojë zbatimin e ligjit në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Këto njësi janë njësit që shihni çdo ditë dhe në çdo vend të Kosovës të cilët kujdesen për rendin dhe sigurinë publike. Njësia për reagim të shpejtë është njësi e specializuar e cila funksionon në çdo drejtori rajonale të Policisë Kosovës. Është përgjegjëse për të ofruar mbështetje tek njësitë tjera të drejtorive rajonale, duke siguruar rend dhe qëndësi publike brenda secilit rajon policor. Njësia për ndërhyrje të shpejtë është njësi elitare trajnuar dhe specializuar e cila reagon në rastet e mbrojtjes së integritetit dhe sovranitetit territorial të Republikës Kosovës. Reagon në të gjitha rastet e parandalimit dhe luftimit të terrorizmit dhe veprave penale të rëndësisë të veçantë që ndërlidhen me kufirin shtetëror të Republikës Kosovës. Njësia speciale operative, trupe a elite e Policisë Kosovës të trajnuar dhe të përgatitur për operacione speciale në rrugën e paqes dhe sigurisë. Është njësi e specializuar në luftimin e krimit dhe për intervenime në çdo vend ku kërkohet nga institucionet shtetërore të Republikës Kosovës. Drejtoria për mbrojtje të afërt, njësi elite speciale për ofrim të përcjelljes së sigurisë së personaliteteve të larta shtetërore, si dhe për delegacionet e huaja që vizitojnë Republikën e Kosovës. Kjo drejtori realizon ekstradimet, po ashtu në kuadër të kësaj drejtorie ekziston ekipi taktik kundër sulmues i cili angazhohet në rastet e rrezikshmërisë të lartë. Drejtoria e njësive speciale intervenuese janë njësi speciale elitare të Policisë Kosovës, të njohura si FIT, është organizuar dhe trajnuar për operacione speciale si antiterrorizëm, lirim të plangjeve në rastet kur cënohet siguria kombëtare si dhe detyra tjera me rrezikshmëri ekstreme. Njësia KNO dhe njësia për trajtimin dhe menaxhimin e eksplozivëve e përgatitur për hetimin dhe zbulimin materieve të rrezikshme dhe narkotik, si dhe për kontrolluar turmat dhe parandalimin e kryerjes së veprave penale me qenë të trajnuar për zbulimin e këtyre mjeteve të rrezikshme eksploduese. Orkestra frymore e Forcës Sigurisë Kosovës, një trup profesionale e Forcës Sigurisë Kosovës e trajnuar dhe përgatitur për pritjet ceremoniale të organizuara me protokoll shtetëror.
Të nderuar qytetarë dhe jo të pranishëm, tani do të shohim parakalimin e një pjese të automjeteve luftarake të Forcës Sigurisë Kosovës dhe Policisë Kosovës. Këto automjete të nivelit të lartë dhe të mesëm janë automjete moderne të ndërveprueshme sipas standardeve të NATO-s, të cilat mbështesin trupat tona në përmbushjen e misionit fisnik. Parakalojnë motocikletat ushtarake të tipit BMW që përdoren nga policia ushtarake për përcjellje ceremoniale, mbrojtje të afërme dhe zbatim të ligjit. Ofrojnë fleksibilitet, shpejtësi dhe manovrim në situata komplekse. Parakalon automjeti i blinduar otokar i pajisur me armën 7.62 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përdoret për kryerjen e operacioneve të policisë ushtarake dhe ato të sigurisë së rendit ushtarak. Tash po parakalon automjeti Humvee, i blinduar i pajisur me armën 12.7 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin, përdoret për kryerjen e operacioneve të ndryshme si ato konvencionale dhe jo konvencionale. Kujdes. Tani jemi duke parë automjetin e blinduar Cobra Ne, që ka të integruar sistemin e kontrolluar automatik të armëve, i njohur si sistemi SAR, me kalibër të armës 12.7 mm, përmes këtij sistemi bëhet qitja nga brenda automjetit gjatë operacioneve si ditën, po ashtu edhe natën. Automjeti ASV Komando është i pajisur me armatim 12.7 mm dhe 40 mm, përmes këtyre sistemeve të zjarrit direkt ofron mbrojtje për trupat, si dhe mbështetje me zjarr për trupat në operacion. Po ashtu ofron mobilitet, fuqi luftarake, si dhe mbrojtje për trupat gjatë lëvizjeve taktike dhe operacioneve luftarake.
Automjeti Voran është një automjet i blinduar i pajisur me sistemin e marrëtajës automatike 120 mm. Ky sistem e rrit ndjeshëm aftësinë sulmuese të mjetit, duke bërë atë një platformë të lëvizshme dhe për mbështetje të trupave me zjarr indirekt, si dhe goditje të caqeve të armikut. Automjeti i komunikimit komandë dhe kontrol është automjet kyç në operacionet ushtarake që ofron infrastrukturën e komunikimit, koordinim dhe marrje vendimesh në kohë reale. I pajisur me sistemet e avancuara të komunikimit, mundson integrimin mes njësive luftarake në terren dhe përmirëson reagimin dhe fleksibilitetin operacional. Ofron fleksibilitet në komandë dhe kontrol. Automjeti i Rain Metal Man ofron mundësi të bartjes ngarkesave, pajisje luftarake, armatim dhe municione të rëndë, platformave vetë ngarkuese, tërheqje dhe mirëmbajtje mobile, bartës i sistemit të armatimit, artilleri të rëndë, mbrojtje ajrore, ofron qëndrueshmëri në realizimin e operacioneve ushtarake në fushbetej në të gjitha terrenet. Në vazhdim do të përcjellim pajisjet ushtarake dhe automjeteve të policisë Kosovë. Parakalojnë motocikletat modelit BMW, angazhohen në përcjellje të delegacioneve dhe personaliteteve të larta shtetërore që vizitojnë Republikën e Kosovës. Vetura Toyota Land Cruiser përdoren nga mbrojtja afërt për përcjellje dhe siguri të personaliteteve të larta vendore e ndërkombëtare që vizitojnë Republikën e Kosovës. Vetura Shkoda të njësive të trafikut janë të thirrur të zbatojnë ligjet e trafikut rrugor, të reagojnë ndaj aksidenteve të trafikut, si dhe realizojnë kontroll dhe mbikëqyrje të trafikut rrugor. Vetura Shkoda Smart Patrol, njësi mobile me pajisje inteligjente dhe radar mobil, pajisje këto të avancuara për mbikëqyrje të qarkullimit në trafik me qëllim të zbatimit të ligjit të trafikut rrugor.
Vetura Toyota Land Chrysler, të cilat përdoren nga njësitë e reagimit të shpejtë në mbështetjet operacionale në secilën drejtori rajonale. Motorët 4 rrotësh përdoren nga njësia elitare e policisë kufitare për patrullim dhe reagim në terrenet vështira apo të pakalueshme në zonën kufitare.